Si u shit Shqipëria te Kopën Ballkani? Ja u them unë si u shiti Shqipërinë te Kopën Ballkani, falas. E dha falas fare tregun shqiptar. Tregun shqiptar e dha falas fare me marrëveshje që bëri me Kopën Ballkanin. Pse? Sepse serbët ishin shumë më të fuqishëm se ne. Mallat serbe do të hynin falas lirshëm pas një tarif doganore në Shqipëri. Pra pa bariera, as tarifore, as jo tarifore. Ma kupton? Do të hynin si me shku ku diun nga Tirana në Lushnjë. Apo nga Lushnja në Tiranë. Do vinin nga Serbia në Shqipëri, e njëjta gjë për mallat shqiptare në Serbi. Po tani këtu është triku. Triku është që Serbia i ka mallat më të lira. E natyrisht që në garën mes në të dyve, duke qenë se ata ishin më të fortë, do fitonin ata. Ata do na zaptonin dhe tregun ton. Në fillim unë naivi filloja argumentoja, thoja që jo, se Kopën Ballkan nuk është një marrëveshje e mirë, se ata janë më të fuqishëm se ne, malli tyre del më lirë se sa ne, do vinë ata do na zaptojnë tregun, ne malli jon s'ka shanse të shkojnë në Serbi, se është shumë i shtrenjtë.